Miq, do të flasim për situatën politike në Shqipëri me protestat që vazhdojnë, por sigurisht edhe me debatin e ndërthurur me atë që po ndodh ose më saktë pjesëmarrjen nga Kosova, nga Prishtina edhe nga Tetova. Do të zhvillojmë sot një bisedë, kam kënaqësinë që të zhvillojmë një bisedë me zotin Lavilot Bislimi, pjesë e AAK-s në Kosovë ose Aleancës tashmë sikur një gjithësisht pas zgjedhjeve të fundit të 7 qershorit. Zoti Bislimi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit juve. Zoti Bislimi, kanë gjallur debate, diskutime, deklaratat tuaja, postimet, shkrimet, opinionet e ditëve të fundit për pjesëmarrjen për protestat në Shqipëri dhe pjesëmarrjen nga Kosova. Ju thoni që jam me Edi Ramën dhe protesta ka devijuar në politikën, në fakt ndryshe nga sa është nisur, por pyetja që shtrohet është që ju e dini më mirë se unë, edhe për shkak të eksperiencës, që çdo gjë është politike, fundit se aty është vendimarrja, por nga jeni bindur kaq shumë që të rreshtoni krah kryeministrit, duke qenë se nuk jeni as në shesh, por as nuk jetoni në Shqipëri. Përshëndetje, ju përshëndetem më parë. Në fakt, dëgjoni, së pari duhet të prezantohem pak. Unë jam rritur në Francë, kryesisht, prej moshës së vogël, 6 vjeçare, por duhet ta dini që unë kam kryer një pjesë të shkollës në Berat. Si fëmijë, pra pjesën shqiptare të shtetit shqiptar e njoh jashtëzakonisht mirë, sepse edhe jam rregullisht aty. Vetëm në Berat me siguri që shkoj një 15 herë në vit. Edhe në qytetet e tjera dhe kam përcjell evolucionin e shtetit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare për më shumë se 30 vjet, jo vetëm nga aspekti dokumentacionit dhe informacionit, po edhe nga aspekti i terrenit. Kështu që në këtë aspekt besoj që jam legjitim që të flas, aq më tepër që unë jam shqiptar, si çdo shqiptar tjetër, dhe kam të drejtë jo vetëm nga historia, po edhe nga gjuha, që të shprehem se çfarë po ndodh në Tiranë, që për ne është qendra kyçe kryesore administrative politike për gjithë shqiptarët anë mbon. Dhe ne nuk mund të lejojmë që edhe po të ketë destabilitet në Prishtinë, në Shkup, po nuk e lejojmë më destabilitetin në Tiranë, sepse aty është baza jonë dhe siguria jonë edhe për pjesë edhe territore tjera të Shqipërisë. Dhe kur ju thoni se protesta ose vendimarrja është politike, unë jam dakord aty, nuk është se nuk e dim atë punë dhe jemi dakord që çdo protestë në të fundit është politike. Kërkesat edhe në fillim ishin politike për mbrojtjen e mjedisit, sepse është kërkesë politike ajo. Dhe është shumë e drejtë që unë e kam përkrahur dhe e kam pa me një sy shumë pozitiv fillimisht protestën për mbrojtjen e mjedisit, sepse jam edhe vetë një idhtar i mjedisit dhe i ekologjisë dhe bëj të njëjtën punë edhe këtu në pjesën tjetër shqiptare, pra të Kosovës. Dhe po t'i lexoni shumë deklaratat mia, bile do bëj një tani këtë ditë, sepse shkova e vizitova vendin, është për ca panel solare që do vendosen në Kosovë dhe ku po bëja mend që s'po them që do i kundërshtoj ashpër, po s'paku ta diskutojmë temën pra në lidhje me mjedisin. Dhe për sa i përket mjedisit dhe ekuilibrit mes aspekteve mjedisore dhe zhvillimore, unë isha me ta. Edhe sot jam me ta. Edhe për sa i përket protestave qytetare, unë gjithmonë do të jem me ta. Nuk ka asnjë problem këtë aspekt, sepse është e shëndetshme për demokracinë. Është e nevojshme për shoqërinë. Është si thua, është e bukur dhe e mirë, sepse protesta filloi mirë, kishte parulla të bukura, gjithçka ishte në rregull. Unë që jam rrit në një vend ku bën protesta dhe kam marrë shumë pjesë në protesta, mos them mbi 100 sosh në jetën time, prej fëmijë i vogël, nuk kam asgjë dhe nuk do kem kur asgjë kundër protestave qytetare. Mirë po, kur flasim për kryengritje, prej atij momenti që merr këtë terminologji, prej atij momenti që merr këtë frym, të thuash ne po bëjmë kryengritje për të rrëzuar sistemin dhe kërkon dorëheqje në tavolinë të qeverisë, aty më vjen keq, po
kjo nuk mund të përkrahet nga cili do qytetar racional, i arsyeshëm dhe i cili do stabilitet dhe zhvillim të vendit në mënyrë evolutive. Nuk jam kundër ndryshimeve, që të mirëmi vesh, po jemi kundër kësaj forme ku jo vetëm kërkohet dorëheqja, po thuhet që do ndryshojmë komplet sistemin. Nuk e ka të drejtën rinia ta pretendojë këtë ose gjenerata Z? E ka të drejtën ta pretendoj, por edhe ne kemi të drejtën që ta mbrojmë. E kuptoni, sepse unë e kam mbrojtur jo vetëm tani, po mund ta quaj veten edhe antar të Partisë Socialiste prej shumë vitësh, dhe gjithmonë e kam mbrojtur Partinë Socialiste, vizionin e saj, se jo konkretisht kuptimin le të themi se nuk jam i kopur kështu për një parti të caktuar, po për një vizion, dhe partitë politike janë të bëra për atë punë, për të garuar, për të marrë pushtetin, për të ushtruar pushtetin dhe për mbrojtur pushtetin. E kuptoni, ky është sistemi. Qofse ju më thoni se ka një sistem ndryshe, dhe ajo rini shqiptare më thotë, shikoj se ne kemi gjetur një sistem krejtësisht ndryshe dhe shumë më të mirë, atëherë le ta paraqesim. Po ne kemi njohur në histori, sepse jam edhe politikolog, shumë sisteme të tjera, të cilat kanë funksionuar apo jo. Cila është platforma, cili është sistemi që ata pretendojnë ta ndryshojnë këtë, ta heqin dhe ta vënë cilin. Se këtu e kemi atë problemin, më jep ti mua pushtetin, jep dorëheqje, ta marrun, bëj një qeveri teknike, po pse kush jeti, fal, që t'japim ne pushtetin? Kështu në rrugë, sepse e kërkove. Futu në garë, prit kur bën zgjedhjet, përgatit bëj parti politike, lëvizje, ku e di unë se çfarë, organizat, shndron në parti politike në fund, dhe futu garës, fitoj zgjedhjet. Për ju masa që është në shesh e pakenajësisë, nuk është në atë nivel që mund të merret konsiderat. Jo, shikoni, të merret në konsiderat është tjetër gjë dhe të japësh pushtetin në tjetër gjë. E kuptoni? Masa qytetarët do të mirë në konsiderat edhe ajo nëna që thot për fëmijën e vet që nuk arri t'ja dalë në fund të muajit. Ne duhet ta marrim në konsiderat dhe të bashkëndjejmë me çdo qytetar dhe me çdo qytetare. Kjo është e pa diskutueshme dhe e thash edhe në fillim. Edhe kur kërkon që të ketë një transparencë për çështjet mjedisore, një llogari dhënie, edhe kur kërkon siguri që zhvillimi nuk do ta dëmtoj Bregdetin shqiptar. Gjithmonë duhet marrim në konsiderat. Edhe kur kërkojnë më shumë të drejta, edhe kur kërkojnë më shumë rrogë, edhe tjera. Mirë, po të marrësh në konsiderat nuk është se Edi Rama apo